Në kuadër të fushatës vozisni të pushuar, drejtuesit e ministrive të punëve të brendshme nga Maqedonia e Veriut dhe Serbia vizituan pikën kufitare Tabanovci, nga ku shënuan zyrtarisht aksionin e parë të përbashkët parandalues. Ministri Pançe Toshkovski theksoi se kjo fushatë dhe aktivitetet e përbashkëta parandaluese janë një tjetër konfirmim i bashkëpunimit të suksesshëm midis dy vendeve fqinje dhe mike. Së bashku me kolegët tanë nga Serbia, po dërgojmë një mesazh të fortë se parandalimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur jetët njerëzore. Shoferët që nisin për udhëtime të gjata gjatë këtyre ditëve të nxehta duhet të pushojnë dhe gjatë udhëtimit duhet të bëjnë një pushim çdo 2 deri në 3 orë, që zgjat të paktën 15 minuta. Shumica e aksidenteve rrugore ndodhin sepse kemi lodhe të tepërt tek ata që drejtojnë automjetin ose sepse ngasin shumë shpejt. Për shkak të gjitha këtyre, besoj se kjo është një fushat kyçe. Tutje, a i kujtoi se me zbatimin e sistemit One Stop me Republikën e Serbisë, pritja në këtë pikkalimi kufitar është zvogëluar nga disa orë në një maksimum prej gjysmë ore këto ditë. Megjithse, frekuenca e pasagerëve është rritur me 15 deri në 20%. Ai gjithashtu u bëri thirrje të gjithë atyre që kalojnë në tranzit nëpër korridorin 8 dhe korridorin 10 në Maqedoni, që kamerat qyteti i sigurt të funksionojnë, të punojnë dhe të regjistrojnë shkeljet e trafikut. Ndërkohë, ministri i brendshëm i Republikës së Serbisë, Ivica Dačić, theksoi rëndësinë e kësaj iniciative të përbashkët, duke vlerësuar se ajo përfaqëson një shembull të bashkëpunimit të suksesshëm rajonal në interes të sigurisë së të gjithë pjesëmarrësve në trafik dhe theksoi edhe një herë bashkëpunimin e shkëlqyer midis 2 ministrive dhe 2 forcave policore në të gjitha fushat e sigurisë. Prioriteti ynë është të shpëtojmë çdo jetë njerëzore, veçanërisht jetën e më të vegjelve, dhe kjo është një çështje e madhe. Prandaj u bëjmë thirrje të gjithë shoferëve të udhtojnë të pushuar dhe të përgjithshëm, veçanërisht në destinacionet e gjata të verës. Bashkëpunimi me policinë e mashinisë së Veriut në zbatimin e këtij veprimi parandalues është me rëndësi të veçantë gjatë periudhës ku mijëra turistë kalojnë tranzit nëpër të dy vendet. Në kuadër të fushatës, shoferëve që kalonin nëpër pikën kufitare Tabanoc u shpërndan shishe me ujë, flet palosje edukative me këshilla për drejtim të sigurt dhe materiale promovuese me rekomandime për parandalimin e aksidenteve të shkaktuara nga lodhja.